Mirëmbrëma të gjithëve. Në emisionin e sotëm do të flasim për zgjedhjet e djeshme në Kosovë, të cilat prodhuan një rezultat me përmasa tektonike, sipas të cilit 4 vitet e ardhshme Kosovën do ta qeverisë sërish Albin Kurti pa pasur nevojën për të bërë koalicion. Por përpara se të kryejm lidhje direkte dhe para se të nisim debatin në studio, do t'i lutesha regjis që të na nxirrte rezultatet deri në këtë moment, me rezultatet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të Kosovës. Kemi lëvizjen vendendosje kur janë numëruar pothuajse gjithë kutitë e votimit dhe kanë ngelur vetëm 6 në mos gabohem. Kemi 49,32%, Partinë Demokratike të Kosovës me 20,99%, Lidhjen Demokratike të Kosovës me 13,57%, Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës të Haradinajt me 5,66%, Listën Serbe me 4,81% dhe Nisma Social-Demokrate e Fatmir Limajt vetëm me 1,7%, e cila nuk kalon barazhin kufirin për 5% të votave që duhet për të hyrë në parlament. Ky rezultat prodhon këtë numër vendesh në parlamentin e Kosovës, i cili përbëhet nga 120 ulse. Regjia, i lutem tabelën tjetër. Pra, si do të konfigurohet Kuvendi i Kosovës pas zgjedhjeve të djeshme? Lëvizja vetëvendosje merr 56 ulse, PDK-ja 23, LDK-ja 15, pakicat serbe 10, pakicat jo serbe 10 dhe AAK-ja 6. Për të krijuar qeverin duhen 61 mandate. Ndërkohë, këto janë rezultate paraprake nëse kemi parasysh se nuk janë numëruar gjithë votat, pritet të numërohen rreth 70.000 votat të tjera që janë votat që kanë ardhur përmes postës nga ato të diasporës dhe ato vota që konsiderohen vota me kusht. Dhe pritet sipas shumë parashikimeve që edhe ky rezultat të ketë lëvizje të vogla. Regjia, ju lutem më lidhni me Prishtinën ku është profesor Nexhmedin Spahiu. Nexhmedin, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Çfarë e shkaktoi këtë rezultat? Unë i pata bërë një analizë 2 ditë para zgjedhjeve në një televizion të Tiranës, të një kolege juaj, dhe mendoj që pikërisht ato janë arsyet që e kanë shkaktuar të rezultat. Janë një varg faktorësh që kanë ndikuar, kundër faktit që gjatë prej zgjedhjeve kombëtare të datës 9 shkurt e deri me tani, deri në kohët e fundit, ju lutem vetëm se prezantimin po ma bëni gabim, nuk jam jurist, jam politolog, jam profesor i shkenca politike. Regjia, korrigjoni, ju lutem. Është profesor Nexhmedin Spahiu, politolog. Shkenca politike, jo Okej, po, ndjes, vazhdo. Që po prezantohem rrejshëm. Do të thotë, janë një varg faktorësh, përkundër faktit që elektorati vetëvendosjes ka rënë gjatë prej datës 9 shkurt kur bën zgjedhjet për shkak të ngërçit e deri më tani. Por në kohët e fundit ai filloi ngritja. Ngritja ka disa arsye. Një, arsye numër 1, domethënë janë besoj budallëqet nga këto 6 faktorë janë budallëqet e opozitës. Vetëm një është merita e Albin Kurtit nga këto 6 faktorë. Edhe tash po filloj t'i numëroj me radhë se cilat janë ta faktorë. E para, kryesor agenda e opozitës ka qenë se Albin Kurti na prishti me amerikanët. Domethënë na i prishti marrëdhëniet e Kosovës me miqtan. Në fakt dialogu strategjik me Shtetet e Bashkuara u pezullua nga Washingtoni, apo jo? Po pezullu, por kjo nuk do me thonë që Shtetet e Bashkuara ato mund të jenë një raport mes Kurtit dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po jo mes Kosovës dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
sepse tek e fundit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës në këtë ligjin që aprovoi presidenti Trump për sigurinë kombëtare, futi Kosovën në mënyrë ekskluzive dhe e bëri të qartë se nuk ka lëvizje kufish, që hoqi edhe një ide të opozitës për lëvizjen e kufive, që kishte që nga koha e Hashim Thaqit dhe këtej, dhe në mënyrë betonoi atë që dialogu me Beogradin duhet të përfundojë me njohjen e Kosovës nga ana e Serbisë. Pastaj e njëjta gjë me Bashkimin Evropian. U tha që kot me kot ne morëm masa nga Bashkimi Evropian, në ndërkohë që gjendja në veri do të vijë në pikën zero në momentin që të bëhen zgjedhjet lokale. U bën zgjedhjet lokale në veri dhe nuk u kthy situata në pikën zero. Përkundrazi, ata që u betuan kryetarët e ri të komunëve dhe asamblet, u betuan para flamurit të Kosovës dhe vetëm sa u legjitimua marrjen kontroll e veriut nga ana e institucionit të Kosovës. Plus më tepër që Bashkimi Evropian i hoqi masën ndaj Kosovës dhe edhe këtu, domethënë kjo agjenda opozitës dhe kundërshtarëve të Kurtit ra. Pastaj ishte fakti tjetër që u tha që domethënë modeli i Edi Ramës përfaqej nga kundërshtarët e Albin Kurtit si një model i politikanit suksesshëm përballë një dështaku siç ishte Albin Kurti. Në ndërkohë, mu para zgjedhjeve në Kosovë shpërthyen mega skandalet në Shqipëri, të cilat këtu në Kosovë krijuan bindjen se pushteti i Edi Ramës po zbehet dhe nuk shqen ka një model i suksesit, po përkundërt zi. Dhe kjo natyrisht që shkonte në favor të Albin Kurtit. Pastaj ishin 4 njohje të reja për Kosovën në ndërkohë. 3 merite Turqisë, 1 merite e Behçet Pacollit, por gjithsesi ishin gjëra që shkuan në dobi të Kurtit dhe ajo çfarë një gabimi më trashënek i opozitës ishte që kur Kurti ofroi të formohet qeveria konjufsa dhe ku opozita mund t'ja votonte një qeveri pakicë dhe ta poshtronte së tepërmi Albin Kurtin, autoritetin e tij për një lideri dhe mund të tarëzonte atë qeveri kur donte në momentin që i përshtatej më shumë të opozitës, ajo nuk e votoi, nuk e bëri, edhe pse unë mendoj aty që Albin Kurti bëri hazard kur shkoi në këtë variant, kur propozoi që konjufsa të jetë kryeministër, por megjithatë fati i tij që opozita domethënë nuk e pranoi këtë dhe zgjedhjet ndodhen pikërisht në kohën kur i lëvërdiste më shumti Albin Kurtit, kur këtu erdhën mbi 500.000 veta nga Mërgata. Dhe përkundër faktit që një numër i madh i simpatizantëve të qëndrojmë pak tek Mërgata, Nexmedin. Përse është krijuar një lloj tabu në opinionin publik mbar shqiptar që Mërgata voton masivisht vetëvendosjen dhe Albin Kurtin? Dhe çka rezultatet e kanë dëshmuar që realisht voton masivisht? Ka arsye, megjithëse tani po ndryshojmë temën, ka arsye të veta, sepse Mërgata shikon vetëm atë dinitetin kombëtar. Sheni tek Albin Kurti shete Albin Kurti një lider i cili është i pathyeshëm, që jep krenari e tjerë dhe nuk merret me problemet e brendshme. Kurse këtu brenda natyrisht që ka probleme në qeverisin e Kurtit, se ka dështime në arsim, ka dështime në infrastrukturë, në shëndetësi, në çështjet juridike, tjera, dhe një varg dështimesh, por ai para të hujve, domethënë duket si një lider i fortë, një lider që mban krenarin kombëtare dhe kështu që kjo e impresionon pastaj plus imazhi i tij si njeri pa korruptuar, që e mban gjatë, po mendoj lart atë ndërgjegjjen kombëtare përballë të tjerëve të cilët ata i konsiderojnë hajdutër. Por desha të them këtë, t'i kthehem se
domethënë në kohën kur erdhën 500.000 veta nga Mërgata, një numër i madh i votuesve të vetëvendosjes nga zgjedhjet e 9 shkurtit, edhe një numër i madh i votuesve të LDK-s abstenuan nga dalja në zgjedhje. Kjo shihet dhe këtë zbrasir, këtë abstenim, i cili do të rezultonte me një, si them, zbehje apo ulje të rezultateve të kurtit, u zëvendësuan nga vota e Mërgatës. Dhe ky ishte gabim natyrisht fatal i opozitës që pikërisht bëri që në vend të votonte të lutem qëndro në linjë dhe ndëry sa herë ta gjykosh. Regjia ju lutem më lidhni me... I lirë, vetëm dekta edhe nëse mbeta pa përmend një faktor i cilin dhe ta përfundoj me këtë, një faktor i cili është merit e kurtit, domethënë që ishte veçanta, e reja që nuk e ka bërë kurti në fushatat e kaluara, por e bëri në këtë fushat dhe kjo ka pasur ndikimin e vetë që ai të ketë ngritje të votave. Dhe kjo është premtimi për ndërtimin e xhamisë së Ibrit, vetmës xhami në veri të Kosovës, në veri në cep të urës së lumit Ibër, e cila ka qenë djegur në 2 maj 1999 nga forcat serbe, dhe që asnjëherë asnjë politikan nuk ka marrë guximin ta kërkojë rindërtimin e saj, dhe fakti që ai e bëri këtë premtim në një mënyrë ngjalli një entuziazëm të pashoq edhe një ndjenjë të krenarisë fetare, kombëtare, që sigurisht që shtoi një përqindje të madhe. Okej, të lutem qëndro në linjë ndëry sa herë ta gjykosh. Regjia, ju lutem më lidhni me zotin Kreshnik Spaiu. Po i lirë. Mirëmbrëma Kreshnik. Ky rezultat e zhbllokon krizën gati 1 vjeçare në Kosovë? Mendoj që është një nga rezultatet më pozitive, kryesisht për të krijuar një stabilitet në të ardhmen e Kosovës. Mendoj që ky rezultat zhbllokon në një farë mënyrë edhe atë lloj sanksione që ishin vendosur gjeopolitik në Kosovë, ndoshta edhe me të drejtë. Mos harrojmë për gjithë ata të cilët gjykojnë vetëm procesin e votimeve, i cili realisht ishte shembullor dhe merr notat më maksimale pozitive në ditën e djeshme në Kosovë, mos harrojmë që Kosova vjen nga një proces sui generis, pra ka përfunduar një proces nga shkurti në fund vjetorit, afro 10 muaj, kishte një parlament inekzistent, i cili u mblodh 65 herë, pa zgjedhur dot një kryetar e kuvendi. Këtë situatë e kaloi në avantazh pushteti, pra partia në pushtet, Lëvizja Vetëvendosja, i cili Albin Kurti me filozofinë dhe ideologjinë e tij disi nacionaliste, po shartuar me doktrinën e majtë, disi duke i hapur rrugë politikave të majta në Kosovë, mundi të shndroj partinë e tij tërësisht populiste dhe duke shkërmoqur në një farë mënyrë partitë e opozitës. Aspekti pozitiv është e ardhmja dhe stabiliteti i Kosovës me një mazhorancë e cila nuk do jetë më e brisht për të rrëzuar qeverinë në këto 4 vjet. Nga ana tjetër, aspekti më negativ është tipik ballkanik. Kosova ka, sipas gjithë gjasave, mund të hyjë në një proces të cilën e kam thënë muaj më parë, që nëse kjo opozitë do të dilte e dështuar në këto zgjedhje, Albin Kurti do të shkojë më gjatë se Edi Rama në pushtet, pra hyn në një proces ballkanik ku popujt e Ballkanit pranojnë disa lider apo parti me dekada në pushtet. Dhe unë, nëse nuk do të ketë ngjarje të jashtëzakonshme, unë e shikoj Albin Kurtin dhe Vetëvendosjen edhe pa 4 vitesh edhe pas 8 vitesh në pushtet, dhe në një farë mënyre do kemi një demokraci të brisht. Kjo për faktin sepse ai pluralizmi dinamik që Kosova e gëzonte në raport me Shqipërinë, ndryshe nga Shqipëria që ka 2 parti, tashmë dhe atje po prishet, që do të thotë partia Baxhet Petsollit nuk ekziston më, partia Nisma u shkri, drejt shkrirjes po shkon partia Ramush Haradinajt, LDK-ja e humbi shkëlqimin që me... LDK-ja në Gjatdacit, ora e Betonsurojit, shumë parti do në kam... mënyre do dojë shumë kohë. Janë larguar nga skena politike. Partia PDK
e Hashim Thaçit nuk mundet qeveriset me njerëz deleguar nga burgu, dhe është një parti disi lokaliste dhe nuk ka kapur për masat e nivelit kombëtar ashtu siç është shtrirë. Do flasim për efektet e partive të tjera. Por të qëndrojmë tek rezultati dhe para se të komentojmë duke krahasuar rezultatet e 3 zgjedhjeve të fundit parlamentare, po prezantoj panelin e të ftuarve. Është profesor Enver Bytyçi, për parte e 5 pyetjet. Faleminderit, kënaqësi e veçantë. Ambasador Arben Çeku, kolegu Berandoni dhe kolegu tjetër Ermal Peçi. Mirëmbrëma zotrinj, kënaqësi që jeni te 5 pyetjet. Regjia, ju lutem më nxirrni tabelën që tejet domethënëse të krahasimit të zgjedhjeve të 14 shkurtit të vitit 2021, ato të shkurtit të vitit 2025 dhe ato të djeshmet. Pra, shikojmë që në 14 shkurt të vitit 2021, lëvizja vetëvendosje mori 50,28%. Në shkurt të këtij viti, pasi përfundoi mandati i parë qeverisës i Albin Kurtit, vetëvendosje mori 42,3%, pra një rënje prej 8%. Ndërkohë dje, vetëm me votat e numëruara në Kosovë, pa ato të diasporës, shkon 49,3% dhe sipas të gjitha gjasave, sipas gjitha parashikimeve, pritet atë të i kaloj edhe atë të shkurtit të vitit 2021. LDK-ja, preku fundin pas skizmës që pati 4 vjet më parë, 5 vjet më parë, kur Vjosa Osmani e shoqëruar nga një grup përfaqësuesisë të tjerë të LDK-s, u shkëputën nga LDK-ja dhe dolën në koalicion me Albin Kurti. Në atë moment, LDK-ja mori vetëm 12,73%. Më pas, në nufeqen e Lumir Abdigjikut shkoi në 18,27%. Ndërkohë dje, sërish në nufeqen e Lumir Abdigjikut, shkoi aty ku e la profesor doktor Agim Veliu, edhe intelektualët e tjerë si Gani Getsi me shok. Ndërkohë, kemi Partinë e Demokratike të Kosovës, 17% 5 vjet më parë, 20% e qoj Memli Krasniqi, ndërkohë rezultati i djeshëm në udhëheqjen e Bedri Hamzës në të njëjtat nivele 21%. Alianca ka ruajtur të njëjtat kuota, në zgjedhjet e mëparshme ka qenë koalicion me parti të tjera dhe ka dalë 7%, ndërkohë dje e vetme 5,6%. Lista serbe ban kuotat e zakonshme. Si e lexon këtë shifër? Këto shifra tonë. Është një, tek opozita është një statu quo, nuk është se ka një ndryshim, duke parë dhe shifrat. Ardhmëria e Kosovës duke që votat 1,3% që kishte nga nisma i ka humbur, po ka ruajtur stabilitetin e vet, pra janë ato votat e aleancës historikisht. Dhe në fakt këtë herë rrezikonte edhe dalin nga parlamenti me 5,6, ishte në prag të rrezikut. Dhe kjo është një këmbën alarmi, se ne shohim fituesit, po duhet shohim edhe humbësit. Dhe kjo është një këmbën alarmi për partinë e Ramush Haradinajt, e cila nuk është reformuar, është një parti kryesisht familjare dhe është një parti që duhet kuptoj se këto... Mbi baza regionale, krajinore, kryesisht në rrafshin e Dukagjinit, në pjesën Pej, Deçan, nuk arriti dot Gjakov, gjatë gjithë këtyre viteve të dalë jashtë, edhe gjeografikisht jashtë territorit, por edhe konceptualisht nuk arriti do të formësohet si një parti ideologjike dhe të sjellë diçka të re, edhe në leadership nuk solli ndryshime. Kështu që kjo parti ndoshta edhe këto zgjedhje arriti të mbijetoj, por nuk e di nëse mund të mbijetojë në zgjedhjet e ardhshme, duke qenë edhe në opozitë. Kurse Albin Kurti është rikthyer tek 50%, sepse 49,3%, 50% aty është. Jo, ndoshta donë duke llogaritur dhe votat me post, aty do shkoj. Gjithë kolegët nga Prishtina thonë donë që të paktën do ta kapi atë dhe rezultatin e fitoria historike 5 vjetëve më parë. Fitoria historike është Albinit, humbja historike është e LDK-s,
pra humbësja e madhe është Lidhja Demokratike e Kosovës, të mendosh që Lidhja Demokratike e Kosovës ka vetëm 5 deputet më shumë se lista serbe, është 15, po. Po, pra, kjo ka 15, lista serbe ka 10. Mund të ketë 9 ose 10, sepse... Si ka, një serb Po. I jugut do bashkot me 9 serb të veriut. Nuk ka rëndësia jo. Po, thjesht ta mendosh që partia e Ibrahim Rugovës sot ka vetëm 5 deputet më shumë se lista serbe, është ajo që duhet të vërë në diskutim gjithë riorganizim. Pse që ditesh ambasador, do? Sepse kishim dhe ne një parti legaliteti, do që më thoshte jemi fryma e Ahmet Zogut, e ati që ndërtoj shtetin shqiptare, tjera, dhe edhe pas dekadash me radhë, do edhe që ndronin të legaciat e trashëgimia e Ahmet Zogut, dhe nuk kishim në një argument tjetër. Kam përshtypjen se edhe këta, do... Nga njerë, lirë është ajo mos kuptueshmëria e asaj çfarë ke. Unë isha në Prishtinë, atëherë në 2006, kur ndodhi përplasje e parë brenda LDK-s, Kongresi Karikeve, që përleshën e Karike. Për fat qellova dhe brenda në sallë. Vërtet? Po. Dhe tentova të dal nga salla dhe shkova dhe u përplasa me një gjam të madh aty. Po. Dhe mezi kemi dal nga salla dhe për hir të vërtetës, duhet të thënë kjo që ish kryeministri Berisha në të kohë më angazhoi në një proces pajtimi dhe këtë duhet ta them. Po. Midis dhe gjatë Dacit dhe Fatmir Sejdiut. Po. Dhe bëm një javë negociata. Dhe i paralajmëruam që kjo ishte një rrugë që do ta përqaste LDK-n në një periudhë shumë. Çfarë formule se don Gjersa Berisha kërkoi të merrte rolin e moderatorit për të bërë kompromis, çfarë formule kompromisi? Nuk e mori drejt për drejt. Më angazhoi në mënyrë informale. Po mirë, don për cilët çfarë formule kishte, çfarë skeme kishte për të mbajtur bashkë? Jo, mesazhi ishte i tillë që është e turpshme të ndahet LDK pas vdekjes së Ibrahim Rugovës, duhet gjeni forma dhe duhet gjeni element të pajtimit, sepse nuk kishte arsye që të ndaheshin aty. Dhe ajo edhe me Karike don kokës. Përplasje me Karike ishte e turpshme dhe kam parasysh atë skemë dhe më dhembi kur e pash se sa thellë kishte hyrë përçarja brenda LDK-s dhe ku do të përfundonte LDK-ja. Dhe i bëm disa negociate serioze, por kokëforcia në gjatë Dacit, i cili ishte i bindur që do ta sfidonte presidentin Sejdiu, bëri që të krijojë atë formacionin e vet politik dhe për mendimin tim Lidhja Demokratike Dardanis, po. Lidhja Demokratike Dardanis, ato formulat ishte një përpjekje jo as për parime, ishte thjesht për njerëz, domethënë unë du kaq njerëz të mit, ai do njerëzit e tij. Ishte e dhimbshme, ishte e dhimbshme të shikoje se si një parti për cilin kishin dhënë kontribut gjithë shqiptarët dhe ishte një parti që kishte sfiduar Miloševićin, të ballafaqohej me disa përplasje interesa shumë të ngushta. Dhe nuk ja dolem që ti ribashkonim dhe kjo parti për mendimin tim që atëherë filloi, si thot në Kosovë, morin thua. Pra filloi të rrëzoj gradualisht edhe nuk arriti do të ringrihet më me gjithë përpjekjet e ish presidentit Sejdiu dhe si kryetar, nuk arriti do të ringrihet më dhe sot që flasim, Lidhja Demokratike e Kosovës ndoshta është realisht në kushtet dhe nevojat e njerit themelimi. Dhe kur them të njerit themelimi, në kuptoj që të gjithë faktorët dhe grupacionet të bën bashkë për ta rikonceptuar këtë si formacion politik. Në të kundërt, do të shpërndahen si grupe interesash, disa tek LDK-ja, disa tek vetvedosja, ndoshta edhe mund të shkojnë në parti tjera. Sepse nuk është vetëm çështje lideri, sepse lideri ishte, pak a shumë ishte, Vjosa e rimori partinë, e ngriti partinë, por i solli po ashtu dhe një dëm shumë të madh me largimin e saj. Tani, nëse do të arrijë dot Vjosa ta rigrupojë LDK, kjo është një sfidë. Po, ndoshta mos e fajsojmë don kur themi largimin e saj se e dëbuan, sepse ajo që njeriu më i votuar në LDK dhe në listë, Isa Mustafa e vuri të 180. Shiko, LDK nuk arriti. Shiko, Isa Mustafa, kjo që është thot këtu, është gabimi fatal Isa Mustafës, i cili sot është një pensionist që nuk marr asnjë përgjegjësi,
por në fakt përgjegjësi politike ka shumë, sepse Vjosa Osmani ishte një figurë që e donte populli i Kosovës. Albin Kurtin e do populli i Kosovës. Nuk mund të gjykosh popullin. Ti mund të mos duash Albinin, por nuk mund të gjykosh popullin. Pra, në atë moment, Vjosa Osmani ishte figura që po rivalizonte pjesën tjetër përballë dhe gabimi më i madh dhe mediokriteti politik edhe ajo cinizmi dhe themi interesi ngushtë partijak thjesht për të mos parë një fitues tjetër e bëri që Vjosa Osmani ta largojnë, por edhe LDK të psoi këtë humbje që është. Edhe nëse ju thu sot njerëzve të LDK-s që e vetmja shpresë është rikthimi i Vjosës duke rigrupuar gjithë të tjerët dhe duke bërë një mea culpa të gjithë. Se pranojnë. Nuk e pranojnë, sepse e konsiderojnë tradhtare, por është vetmja për mendimin tim, unë kam vërejtjet e mia për Vjosën, sinqerisht, por në këtë vështrimin tim është vetmja zgjidhje dhe vetmja shpresë që mund të rikthejë një LDK duke të kaluar Partinë Demokratike të Kosovës. Në fakt, përballja që pati në Këshillin e Sigurimit me Aleksandar Vučićin ishte... Dhe tani të them edhe të fundit, Vjosa Osmani fantastike. vërtet ka fituar Albin Kurti, por gjysma e fitores është e Vjosa Osmanit. Përse? Se nëse Albin Kurti luftoi në frontin e brendshëm për të mikluar dhe për të menaxhuar emocionalisht gjitha sensitetet e popullit për veriun, për serbët, për atë zajednicën e tjerë, për sovranizmin e kështu me radhë, Vjosa Osmani i solli shumë dhurata Albin Kurtit në fund. I solli heqjen e sanksioneve nga BE-ja. Një thyrje akullim të marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara. Edhe data e zgjedhjeve që përcaktoi... Solli disa njohje për Kosovën, solli atë rikthimin e marrëdhënieve me Bashkimin Evropian me shkrirjen e fondeve dhe heqjen e atyre sanksioneve, dhe i krijoi edhe një klim të re të marrëdhënieve me Shqipërinë. Mos harrojmë që marrëdhëniet me Shqipërinë ishin të rëndësishme. Pra Vjosa Osmani, ajo dalje e Edi Ramës në krah të Vjosës, që tha kjo zonjë ka bërë gjithë këtë punë, ishte një spoti më i mirë elektoral që mund t'i bëj një koalicioni, sepse ishin një koalicion Vjosa dhe Albini. Dhe Vjosa Osmani ka dhënë shumë dorë në fitoren e Albin Kurtit. Deri këtu, Vjosa e ka kryer misionin. Në fakt, ata që në zgjedhjet e para 5 vjetëve kanë funksionuar si një tandem, një biciklet që pedalohet nga 2 vetë. Por kanë patur edhe probleme shumë të mëdha mes tyre. Kanë patur edhe humbje të besimit mes tyre, ka patur edhe zhgënjim mes tyre, edhe një lloj, nuk mund ta them tradhti, por edhe një lloj dualizmi, sepse ka patur një periudhë që Albin Kurti ishte izoluar nga Shtetet e Bashkuara dhe nuk e dim se sa jo izoluar është tani, sepse kjo është një temë tjetër, se unë pash edhe një lloj optimizmi nga miku jon Krishtik Spahiu, me cilin kemi ndarë pa ka shumë të njëjtat qëndrime dhe kritika lidhur me qeverisin e Albinit, dhe më bën përshtypje sot që është pak më optimist. Unë nuk është se jam shumë optimist, pavarësisht fitores, qeverisja Albin Kurtit e këtyre 4 viteve nuk më jep me kuptu që do të ketë ndonjë sukses në 4 vitet e ardhshme, pavarësisht majorancës që ka, madje mund ta bëjë edhe më keq. Por kjo është një temë që mund ta diskutojmë më vonë. Që raportet Albin-Vjosa, do t'i diskutojmë më pas. Mendoj që sot mbaruan. Zoti Bytyçi, shifrat tregojnë domun që në të gjitha komunat me shumicë shqiptare, me përjashtim të Deçanit që e ka fituar AK-ja e Ramush Haradinajt, dhe në 2 komunat e Skënderajt, e Drenicës, në Skënderaj edhe në Drenas që ka fituar PDK-ja, në të gjitha tjerat janë fitore e jashtëzakonshme e lëvizjes vetëvendosje. Shifra me ullët është mund tjetë tek 27-28. Ka dhe komunat të mëdhaja që janë, si që është Mitrovica, apo Podujeva që është mbi 60. Qa e ka bërë këtë herë, dhe nëse kemi parasysh që ndryshon krejt nga zgjedhjet që u zhvilluan pak javë më parë, zgjedhjet e pushtetit lokal, ku ishin vetëvendosje doli Prishin, për shembull doli partia e tretë. Kur përfunduan zgjedhjet lokale në Kosovë, kam thënë që zgjedhjet lokale nuk janë testi i zgjedhjeve të përgjithshme, sidomos në Kosovë. Për shkak se partitë politike janë në përgjithësi parti të stacionuara nga pikpamja krahënore,
PDK-ja e ka përqendrimin e saj në Drenicë, por edhe në Feriza dhe në ndonjë zonë tjetër, ndërsa LDK-ja në Pej, AK-ja në 20% në Pej. Po kaq në Istog, në vendlindjen e Rrugovës, në një shifra në Mitrovic 6%, do unë gati po zhdukej. Jam i bindur që në zgjedhjet e përgjithshme nuk funksionon ajo formulë që funksionon në zgjedhjet lokale. Në zgjedhjet lokale ke gjithë ato asamblejist. Të gjithë kanë njerëzit e tyre. Përzgjidhen nga familjet e mëdha. Atje fisik është shumë i rëndësishëm. Familjet janë shumë të rëndësishme. Së dyti, kryetarët e komunave kanë një identitet dhe integritet saktuar të cilët imponojnë zgjedhësit. Dhe për pasojë, elektorati nuk orientohet thjesht te partia, orientohet tek individët. Ndërkaq në zgjedhjet e përgjithshme orientohet tek liderët e partive dhe te partitë politike. Orientimi te liderët dhe partitë politike krijon këtë diferencë për të cilën ju folët në Gjakov, ka fituar i AAK-s në zgjedhjet lokale. Po, Adrian Gjini. Adrian Gjini, por në zgjedhjet e përgjithshme tani 53% vetëvendosje. 53% mori vetëvendosje. Ndërsa AAK-ja që ka kryetarin e komunës, diku tek mes 23. 30 sa më duket ishte. Gati 30%, po. 30% diçka e tillë. Çfarë do të thotë që me këtë llogari do të duhej patjetër që PDK-ja ta kishte komunën e Gjakovës. Mirë, po nuk ka ndodhur kështu. Për të ardhur pastaj edhe te disa arsye të tjera të cilat i përmendi Nexhmedini, por që mendoj se ka edhe faktor dhe aktor të tjerë. Unë mendoj që ka ardhur tani ka ardhur koha e Albin Kurtit. Do të them me këtë. Ka 5 vjet, si tani ka ardhur koha. Jo, ka 5 vjet, por unë mendoj që ka qenë i parakoshëm. Tani ka ardhur koha Albin Kurtit nëse ai do ta dëshmoj veten. Flas edhe për 4 vjet kishte pushtet pa kufizuar. Duhej të ikte koha e Aleksandar Vučić dhe Edi Ramës që të vinte koha Albin Kurtit. Pa ai koha e këtyre dyve nuk mund vinte koha e të rinjve dhe të tjerëve. Ikja e kohës së këtyre dyve solli sërishmi Albin Kurtin. Po ju them që Albin Kurtin e ka ndihmuar faktori ndërkombëtar më shumë se sa faktori i brendshëm për të fituar. Qëndrojmë te kjo, se kisha një nga temat më kryesore. Ka pasur një dualizëm të jashtëzakonshëm në hapësirën shqiptare, në hapësirën politike, mes tezës së Edi Ramës, që ishte për një Ballkan të hapur dhe për lidhje specifike me Serbinë në kuadrin e Ballkanit të hapur, dhe një tezë tjetër, që ka solli përplasjen e Kurtit me Ramën, ajo e refuzimit të Ballkanit të hapur dhe mbajtja e një aleance strategjike me Kroacinë. Pra një dualizëm, kush janë partnerët geopolitik të shqiptarëve, Beogradi apo Zagrebi. Sa ka ndikuar kjo në këtë situatën që po kalojmë? Absolutisht që ka ndikuar shumë. Dhe Rama e ka zgjedhur vetë këtë partneritet me Vučićin, apo ishte imponuar nga Merkeli në kuadrin e bashkëpunimit të nismës së Berlinit e çfarë është ajo? Unë e kam analizuar, kam bërë një libër për ndryshimin e kufive, vizitat e Ramës në Beograd, i kam ndjek vazhdimisht dhe kam arrit në përfundimin se ishte një farë joshje e perëndimit dhe dëshirë e perëndimit që Shqipëria me Serbinë t'jenë vende mundësisht mike, popuj miqe, vende mike kështu me radhë, por dëshira ishte e Zotit Rama që t'jetë një mik i afirmuar i Beogradit në politikën e tij të jashtme. Madje ai orientua kaq shumë drejtim Beogradit sa harroi çdo partner tjetër rajonal dhe harroi pastaj tërësisht interesat e Kosovës, madje në përkëmbje dhe disa interesat të shqiptarëve të Shqipërisë, me Open Balkan duke mos dëgjuar këshillat dhe kritikat që i bëheshin se produktet sërbe
do të paralizojnë bujqësinë në Shqipëri, çka ndodhe në fakt, dhe sot lëngon bujqësia shqiptare, për shkak se i ka heqë të gjitha tarifat dhe taksat me produktet e Serbisë, dhe përfundimisht zoti Rama i joshur nga një dëshire madhe për të patur një aleat në Beograd, ai bëri të gjitha këto veprime. Mos harrojmë se të gjithë politikanët, duke fillu madje formalisht flas, jo në përmbajtje, edhe Ahmet Zogu kanë ardhur në pushtet me ndihmën e Beogradit. Çfarë kam parasysh këtu? Edi Rama e di mirë historinë. Nëse Enver Hoxha nuk do të ishte në vitet 44 dhe 48 mik i ngushtë dhe heroj i popujve të Jugosllavisë, nuk do të ishte në pushtet. Pastaj, ai u bë me Stalinin sërishmi për të mbajtur pushtetin, sepse Beogradi kishte preferencat e tij me Dhe u prish me Hrushovin kur Hrushovi... Dhe u prish me Hrushovin kur Hrushovi donte ta ishte nga pushteti. Dhe kur Hrushovi u afrua me Beogradin. U afrua me Beogradin. Dhe u prish me Pekinin kur Pekini u afrua me Amerikanët. Dhe kërkonte të krijonte një boshtë Bukuresht, Tiranë, Beograd. Por të njëjtën metodë ndoqi zoti Rama. Zoti Rama mendoi se me një aleancë me Vučić. Kjo është legjendë urbane kjo apo vërtet do? Se ç'është kompleks ndaj Beogradit. Edhe tani do ku që kemi 115 vjet Jo, shtet. është i nxitur edhe nga ndërkombëtarët, mendoj unë. Ndërkombëtarët duke dashur një lloj stabiliteti, paqe dhe sigurie në Ballkan, duke mos dashur konflikte dhe luftra, i nxisin dhe i parapëlqejnë qëndrimet ata politikanë që mbajnë qëndrime të tilla siç mbajti zoti Rama me Vučić. Zonja Merkel ka qenë mbështetësja kryesore e kësaj ideje. Okej, do flasim më pas për këtë. Regjia, ju lutem, si e lexoi rezultatin e dieshëm, pak orë pas ishin mbyllur kutitë e votimit, kryeministri Albin Kurti. Sinkronin, ju lutem. Tash na presin shumë punë përpara. Rezultati sotëm na ka bërë të qartë që duhet të ecim përpara pa vonesa. Sa më parë që certifikohen rezultatet, aq më shpejt do të na duhet të krijojmë institucionet e të vazhdojmë me punën e mirë dhe projektet e nevojshme. Ton këtë lëvizje 180 gradë të Kurtit, kur 9 muaj më parë, pasi kishte fituar, dhe shumë më pak, me 8% më pak, dhe në shesht Prishtinës i quajti hajvan kundërshtarët e vetë politikë, ndërsa tani kemi 9 muaj më pas një çun i zellshëm, një djalë nxënës i mirë shkolle, që do bëjmë detyrat. Është mirëfilli taktik elektorale, ka fituar zoti Kurti, unë ndaj mendim ndryshe me zotin Bytyqi për sa i përket pjekurisë të zotit Kurti. Besoj që ai pjekurinë e ka pasur që kur është futur në politikë. Në mënyrën se si organizuar, në mënyrën se ka bërë partinë sekandar në formë qelizore, shumë të them diçka, ka fituar në bastionet e nismës. Nuk mendoj që mund të fitojë në Malishev, edhe atje ka fituar vetëvendosje. Por ju e dini që për një muaj... Në vendlindjen vetë nisma, kryetari nismës, Fatmir Limaj nuk fitoi në Malishev. Për një muaj, ju e dini që KQZ e Kosovës shpall procedurat për presidentin e Kosovës, ose presidente. Dhe kalkulimet një politikan i zgjuar i bën që tani. Dhe zoti Kurti duket na ka dhënë një sinjal me Zorin Osmani, por nëpërmjet zotit Bedri Hamza, që sot i komentoj zgjedhjet. Jo pjesi. Po, nëpërmjet zotit Hamza, ju besoj keni dëgjuar që ndryshe nga paraardhësit i tij, që u ofrua për marrëveshje me vetëvendosjen, por nuk konkluduan, ai tregoi hapur që kanë hequr vijat e kuqe dhe logjikisht duhet... Dhe la qartë të kuptohet që nuk do bëhet pengesë për konstituimin e institucioneve.
përveç kësaj, kini parasysh duhen 80 vota për presidentën. Dhe një bashkim... 80 vota që t'jenë pranishëm. Dhe 61 vota të votojnë pro. Pa tjetër. Dhe afrimi i PDK-s është edhe si mundësi për zotin Hamza që të konfirmohet, sepse PDK-ja më mërdi shumë mirë që Beni bërë një përshkrim shumë të mirë të LDK-s. LDK-ja ka pasur jashtëzakonisht probleme. Jashtëzakonisht. Dhe PDK-ja është drejt e saj rrugë. Mos harrojmë 4 njerëzit që janë Hag e kanë akuzuar njëri tjetrin me akuzat pa imagjinueshme. Për shembull, zoti Thaçi thoshte Jakub Krasniqit, Jakubovski. Për mos thënë pastaj gjërat e tjera. PDK-s në zotin Hamza i duhet një imazh krejt i ri. Unë nuk besoj që këta personazhe kur do kthehen Kosovë do kenë më atë fuqi. Çka më bën të besoj që zoti Kurti, duke ditur peshën historike të momentit, keni parasysh që nuk do ketë të zhvillime Ballkani dhe në ditët në vazhdim, ose në muajt në vazhdim, ose në vitet në vazhdim. Nuk do jetë kaq e qetë. Dhe më bën të mendoj që zoti Kurti ka filluar të mendoj që tani për lëvizjet që do bëj. Dhe lëvizjet për shembull është qoftë në kryesinë e kuvendit ose në elemente të tjerë që ta afroj PDK-n, që ta mikloj PDK-n. Dhe kjo është ai sensi të themi që në një farë mënyrë ky personazh di të kalkuloj shumë mirë e para elektoratin kosovar dhe dyta trendin e jashtëm të emigracionit. Nga ana tjetër, zoti Kurti di më mirë se ne të gjithë situatën e brendshme të vendit vet. Pa çka se ai është individ i cili nuk është i përfolur shumë për korrupsion, por snobimi që i ka bërë organeve drejtësisë për korrupsionin, janë disa institucione që t'i shikojnë me shumë kujdes. Nga ana tjetër, keni parasysh problemi shumë i madh me rrymën që ka ndikuar tani direkt për bizneset e Kosovës dhe tjera, dal nga dal do i japi pasojat në të ardhmen. Por është ajo që thot me drejt zoti Bytyçi, elektorati kosovar është ndryshe në aspektin lokal, ndryshe në aspektin e përgjithshëm, funksionon jashtëzakonisht pjesa fisnore. Dhe këtë lloj antropologjie politike të Kosovës zoti Kurti e njeh shumë mirë dhe kalkulimet tash i duhet bëhen shumë të kujdesshme sepse ka marrë dhe një dhuratë të madhe nga Bashkimi Evropian. Ju e dini që Kosova nuk i meritonte masat shtrënguese sepse e para nuk janë marrë në formë unanime në Këshillin e Evropës, përkundrejt që duhet merresh ndaj Serbisë. Po. Pse? Sepse janë bërë thjesht, ju e dini, me propozimin e zotit Kopman, fillim, pastaj me zotin Lajçak. Dhe tani, kthimi që është bërë zotit Kurti është një lloj miklimi që po i bëhet edhe nga Bashkimi Evropian përkundrejt marrëdhënieve që zoti Kurti ka me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Besoj të gjitha këto ai i lexon shumë mirë. Është politikan në mendimin tim, politikan i formuar, politikan i kujdesshëm, vetëm se e ardhmja është gjithmonë e pasigurt. E pasigurt për Kosovën, e pasigurt për Shqipërinë. Pse? Të dyja vendet tona, sidomos Tirana, është drejt një autoritarizmi etnopopulist. Dhe zoti Kurti më vjen keq është etnopopulist. Por etnopopulizmi mund të mbajë në vende që kanë ekonomi të forta, dhe jo në vendet tona. Dhe siç u shkërmoq LDK-ja, ne tham diçka për LDK-n, po mos harroni LDK-ja në hapësirën shqiptare është partia më mirë e funksionuar. Sepse më vjen keq ta them me ato që po dëgjojmë nga historitë ndryshme tash, partia jonë demokratike, partia republikane, erdhën nga Komiteti Qendror, kurse ata janë formuar në represionin më të madh serb dhe nga burra vërtet intelektual dhe me koncepte politike shumë mirë. Edhe diçka. Ka disa opsione se si është krijuar. Edhe diçka, po është formuar në moment më të vështirë dhe t'ju them diçka. LDK-ja në hapësirën shqiptare ndoshta është partia e vetme që ka qartësisht drejtim ideologjik përsa i përket vijave, se ideologji ka dhe AK-ja, ka ideologji patriotike e tjera kështu. Dhe kjo e bën të paktën që
zoti Kurti me ideologjinë e vetë majtë dhe i ka ideologjitë përcaktuar, po jo a ishte i qartë. Zoti Kurti është jo shumë i Kam qartë. përshtypjen se i vetmi ideologjik aty është Kurti, se tjetër... Jo, shikoni, e majta e zotit Kurti është një majtë që po ikën nga kanonet e majta klasike. Ideologji deri në indoktrinim kam frikë. Jo, shiko, lutem, është tjetër politika, po nuk shkoj me ekonomin, nuk quhet ideologji e përmbushur. Dhe ai për shembull, kur përdor këto gjërat populiste tani, siç përdori shpërblimet e tjera që i kundërshtonte vetë kur ishte në opozit, tregon që është i paqartë për pjesën e majtë, domethënë. Dhe diçka, në të gjithë fushatën e tij, po mua më ka çuditur zoti Abdigjiku, që është njeri i jashtëzakonshëm për sa i përket ekonomisë. Pjesën e dytë do ta komentojmë me rolin e Abdigjikut, po. Diçka, bën premtime, ndërkohë që ai që përfaqësonte këtë lloj partie, siç është LDK-ja, do të tregonte struktura se si një djath të ndryshonte Kosovën. Dhe zoti Hamza, që ka drejtuar dhe bankën, do të jepte koncepte se si mund zhvillojë Kosova, jo të jepte premtime kështu. Në këto të gjitha ka fituar zoti Kurti dhe e fundit, po jo më e parëndësishmja, aritmetika zjarëllore që ka bërë ka qenë e jashtëzakonshme. Një pjesë e njerëzve që kanë ikur nga Kosova, sepse ikin e kanë zakon të mbrojtur prej 40 vjetësh, prej 60 vjetësh, që ikin të afërmit, që ikin jashtë, nuk kanë të drejtë votojnë jashtë. Dhe ardhja e individëve tjerë që votojnë ka rregulluar këtë pjesën që e dëndurisë në kirurgji elektorale. Kirurgji elektorale, shumë e zgjuar, shumë e saktë. Por gjithsesi do vetëm ka shtuar, mund të ketë shtuar disa përqind masën, po jo se ka përmbysur rezultatin. Nuk është tamam, unë besoj që ky rezultat nuk është shumë larg shkurtit, po t'ishte në një matricë normale. Qartë. Sepse tregon realiteti kosovar që nuk është se janë bërë ndryshimet mëdha, përveç apatisë të jashtëzakonshme të LDK-s, që është një fenomen për të parë tek ne, domethënë, për të mësuar. Si e komenton këtë rezultat? Tani, ne duhet të shohim që perceptimi moral të paktën në Kosovë mbi Kurtin është që ai është i pakorruptueshëm. Pra këtë perceptim ka arritur të ngrejë Kurti me strategjinë e komunikimit të paktën në Kosovë. Ndërsa për sa i përket partive opozitare ka hedhur një perceptim, por dhe ka disa baza të vërteta që janë parti klienteliste. Në anën tjetër, zoti Kurti është shumë herë më i aftë në artikulim edhe në qëndrime politike, por dhe në vokacionin e tij politik, por edhe gjatë rrugës që ai ka bërë gjatë gjithë jetës tij politike, ka evidentuar më shumë se sa partit opozitare, dhe këtu qoftë PDK-n, qoftë LDK-n, por edhe partinisma të zotit Lima, i cili aktualisht doli si më i madh, sepse ne nuk duhet të harrojmë që vetë ai e kushtëzoi zotin Kurti që i kërkonte të mirëte të paktën disa poste të rëndësishme në qeverinë e vet, nëse zoti Kurti nuk do ta çonte përsëri në zgjedhje Kosovën. Ajo se çfarë shikoj më shumë se sa në anën me meritë të zotit Kurti, sepse ne duhet të shohim që Kosova nuk ka pasur rritje ekonomike dhe një politikan apo një shtet krahasohet kur ka rritje ekonomike, të cilat investimet tuaja ka përthithur, duhet të shohim që në Kosovë duket sikur epoka e komandantëve ka marrë fund. E them ka marrë fund për vetëm arsye që askush prej komandantëve të UÇK-s nuk morën shembullin e Ante Gotovinës Kroaci, që gjithë lavdinë e tyre që bën për luftën e UÇK-s, gjithë kontributin e madh që dhan për pavarësinë e Kosovës, të bënin një hapas dhe të kuptonin që ndryshe është të bësh luftën dhe ndryshe është të bësh politikën. Dhe Ante Gotovina ka qenë në front, ë? Po. Dhe nuk ka qenë në Rogner. Po prandaj në këtë sens kemi rastin e partisë Haradinajt, i cili tashmë nuk e kuptoi dot në politikë çfarë mund të bëjnë dy vëllezër në një parti. Se një e mund ta kuptoj, po dy vëllezër është e pak konceptueshme. Gjithsesi, gjersa i votojnë, është familja ndoshta pas Jasharajve, është familja me kontributin më të madh në luftë. Jam dakord, pas familjes Jashari, ata kanë kontributin shumë të madh, por nëse flasim për politikë, kjo nuk është më e shëndetshme. Të njëjtën gjë ka ndodhur te PDK-ja, hijet e komandantëve, edhe pse ata janë pasekurave, shpeshherë promovojnë djemtë e tyre. Në këtë kontekst,
Albin Kurti, duke qenë se e ka kapur pikën e dobët dhe duke qenë se tashmë politikisht, ne duhet kuptojmë që politika është shumë dimensionale, nuk mjafton vetëm lufta, mjafton narrativa e fortë, mjaftojnë qëndrimet, dhe vetë zoti Kurti ka kuptuar se cila është pika e dobët e partive opozitare, ka arritur të përdori një narrativ shumë të fortë në opinionin publik, dhe kur unë, se vetë shpesher në Kosovë, kur kam diskutuar edhe me qytetarë, e kishin të pritshëm rezultatin që do të mirte zoti Kurti. Prisin 50% që në gjithë. E kishte të prisme që zoti Kurti do të mirte një fitore akoma më të thellë se sa rezultati që ishte erën e parë, për shkak se zoti Kurti u tregua më i zgjuar politikisht dhe pa që partitë opozitare ishin më shumë në luftë, pra shpreha mbretit Zog që shkon edhe në Kosovë, mbreti i mbretërve nuk mund t'jesh dot, edhe partitë opozitare këtë problem kanë, se cili lufton për të qenë mbret, po në mbret në zonat e tyre. Regjia, ju lutem më lidhni me Nexhmedinin. Nexhmedin, çfarë sinjalesh kanë, sepse pas një bojkoti të gjitha institucioneve, lista serbe është kthyer, pak javë më parë u kthye në komuna, tani po kthehet në parlament. Që sinjalesh ka, do sillen normalisht duke funksionuar në institucionet e Kosovës, apo do kthehen prap në obstruksionin e tyre në sabotimin e institucioneve të shtetit Kosovës? Jo, tani sabotimi institucioneve të shtetit Kosovës ju ka dalur dardhë me bisht dhe më nuk do të aprovojnë. Ata tash janë më lojal shtetit Kosovës se sa vetë partia Albin Kurtit. Tani, shiko, po të shkosh në veri të Kosovës, tani ke rendin simbolik, ke flamurin e Kosovës, ke në gjithandej në për komuna, ke... Ti jeton në Mitrovic, më përshkrua një ditë normale në Mitrovic, që ndot aty? Ndryshe nga 4 vjetë më parë. Ndryshe nga 4 vjetë më parë mund të shkojnë në Beograd, po nuk mund të shkoja 100 metra për te i shtëpisë time, nuk mund të haja dajak. Kjo nuk mund të vizitoja asë banesën ku kam lindur, asë kusha sportive ku kam lozur futbol si fëmi. Po ata qunë edhe Dolçevitës ku kanë vajtur ata që terrorizonin shqiptarët? Janë larguar? Kanë janë larguar që janë larguar të gjithë. Kështë që strukturat të dhënshme paralele janë larguar, aty është rend që ti ka më shumë të lashën në Prishtinë se sa që ka në pjesën veriore të Kosovës. Lista sërbe është kthyer, por është betuar para flamurit të Kosovës, në simbolet që ndrojnë sipas ligjit të Kosovës, mbi simbolet. Në ligji i Kosovës për simbolet nuk respektohet në shumicën e komunave me shumicë shqiptare, sepse aty në institucione vendoset edhe flamuri amerikan edhe flamuri evropian me patë të drejtë, sepse ne nuk jemi antar kandidati i Bashkimit Evropian, flamuri i Shqipërisë, flamuri i NATO-s, domethënë është një shkelje e ligjit i cili flamuri i Kosovës respektohet tani në komunat me shumicë serbe, në veri, në Leposavić, Zubin Potok. Pikërisht po them, domethënë aty është vetëm flamuri i Kosovës dhe asnjë flamur tjetër. Kështu që kjo është prandaj po them që respektohet më shumë se sa që respektohet në jug të Kosovës. Ka tendencë për të ringritur strukturat paralele si jo posta serbe, jo ato zyrat e punësimit, jo të ndihmës sociale. Është policia e Kosovës, institucionet e Kosovës tani janë jashtëzakonisht vigjilente që të mos lejojnë një gjë të tillë. Kështu që kontrolli i Kosovës mbi këtë pjesë të territorit është i plot. Po është situatë irreversibël e pakëthyeshme donjë që se mund të ndodhi se situata e qetë ishte para se të ndodhte Banjska, po plasi Banjska jo nuk ishte qetë, po ishte në kontrollin e Serbisë. Nuk ishte, domethënë ai mund të ishte qetë, por ishte vetëm formalisht pjesë e Kosovës, por domethënë faktikisht ishte pjesë e Serbisë. Unë duhet t'ju kujtoj një detaj me ambasadorin Bençeku, që është ambasadori i parë i cili ka kaluar Ibrin dhe ka qenë në pjesën veriore.
së bashku me mua në atë kohë kur asnjë ambasador tjetër poshtë ambasadorit rus nuk e ka pasur atë guxim ta kaloj Se ndonte që ta kthente edhe Kadriu dhe Hashimi, i thoshin ktheuni pas. Jo, ne kemi shkuar, atje kemi takuar një politikan sërb të asaj kohe, një gazetar në atë kohë, në fakt, më vonë do të bëhet kryetar parlamenti, por kjo ka qenë në rrezikun ton, në rrezikun tim edhe të Benit, në rrezik jashtëzakonisht të madh. Kështu që Beni mund të mburret me këtë gjë, patjetër që ka qenë ambasadori i parë që ka kaluar të mund nga gjithë, as ambasadori amerikan nuk e ka bërë atë punë atëherë. Ti don harove që ishe ambasador, të kujtua që ishe gazetar. Kjo e ka përmendur disa herë dhe e falenderoj Nexhmedinin. Realisht ka qenë një bashkëudhtim i gazetarit, sensit atij që ka instiktet e gazetarit dhe diplomatit. Po. Dhe e kujtoj me shumë emocionat të kohë, realisht ishin ato të Dolce Vita që thoni ju, ato rojet e urës, dhe Nexhmedini erdhi në pjesën jugore, edhe u takuam, edhe tha, duhet, si e mendon, i thash unë dëgjoj, në qoftë se ne e njohim Kosovën në atë territor që është, në këtë hartë që thuhet, do hym atje më tanë, a është Kosovë edhe atje, po, do hym. Dhe kishim edhe një diplomat me vete, i cili në fakt e pati shumë problem, kishe shumë merak për të hyrë. Tha që do të në ndodhë. Që do që të ndodhë, i thashun fundit në Kosovë do në ndodhë. Dhe ishte periuda që Shqipëria duhet të demonstronte që pavarësia e Kosovës nuk do të sjellë asgjë të keqe, përkundrazi do të sjellë një lloj modeli të harmonisë ndërfetare që e kemi në Shqipëri, ndëretnike, dhe duhet të bisedoni me njerëzit që të mos kishin frikë. Dhe duhet kujtoj këtu, dhe Nexhmedini mund ta thotë më mirë, që ke pjesa e politikanëve serb edhe kishte njerëz që kishin pranuar realitetin, që Kosova tashmë kishte humbur. Ivanovici. Beogradi kishte, jo, nuk ishte Ivanovici, ishte edhe të tjerë, dhe atë dinin shumë mirë që Beogradi dhe Serbia kishte humbur Kosovën. Dhe ne kishim nevojë për zëra që të flisnin me ndërkombëtarët, që thonin që po, Kosova është shtet i pavarur dhe ne serbët e Kosovës e pranojmë këtë shtet dhe do ta pranojmë këtë shtet. Pra ishte një periudhë shumë delikate, por ishte një periudhë që duhej një dialog intensiv me njerëz në terren. Dhe dikush duhet ta bënte këtë gjë. Kishte dalë paketa Ahtisaari atëherë? Po, kishte dalë, ishte viti 2006, më kujtohet. Dhe Nexhmedini, duke qenë drejtuesi Radio Mitrovicës dhe televizion në duket, i kishte studion në pjesën veriore dhe për këtë e respektoj. Dhe realisht ishte një moment dhe ishte një kalim shumë i vështirë në pjesën tjetër, ku unë edhe nuk kisha marrë leje tamam. Pra mora përsipër rrezikun edhe... Do të merrje leje edhe nga KFOR-i atëherë, apo? Nga KFOR-i dhe edhe formalisht nga Ministri i Jashtme. Do më thënë, në qoftë se do të kishim kërkuar këtë formalitete, do thonë, jo, që duhet juve. Por nuk më linte ajo brenga. Futit unë jam shqiptar dhe mendoja që isha në Kosovën që është e çliruar. Dhe edhe në qoftë se ndodhte një incident, le të ndodhte, unë kisha me vete një gazetar si Nexhmedini, që do të dëshmonte. Që do të dëshmonte dhe dinte dhe gjuhën. Dhe ka qenë një gjë që ndoshta do ta sqarojmë në një kapitull tjetër, por realisht ne gjetëm atje politikanë serb të gatshëm për të ardhur në Tiranë, për të takuar politikanë të Tiranës dhe për të thënë po, ne e njohim Kosovën. Dhe kjo ishte arritja më e madhe dhe Nexhmedini mund ta thotë. Këta lloj politikanësh vazhdojnë të jenë më apo lista serbe i ka fshirë të gjithë Nexhmedin? Jo, është aktiv tani ai politikani që kemi takuar, por në atë kohë ka qenë vetëm gazetar dhe pas takimit tim me Benit me të, ai është bërë atentat, është plagosur po aty pranë asaj kafeterisë ku e kemi takuar unë e Beni. Fatkeqësisht ka shpëtuar atentatit dhe tani jeton, ka qenë një kohë në kryetari i Parlamentit të Kosovës, më pas ka kaluar në Beograd dhe është sekretari i përgjithshëm i një partie opozitare atje në Beograd.
Por Një koment të fundit, Nexhmedin, para se të t'jap leje, të largohesh. Ja, desha këtë me qenë se diskutuat për dallimin mes zgjedhjeve në Kosovë në nivel lokal dhe në nivel kombëtar. Kjo është për shkak konstruktit mental të shqiptarëve të Kosovës, të cilët drejtohen gjithnjë tek i pari. Dhe për shembull, të në Istok, Tazom, votohet pa balotazh, fiton kandidati i LDK-s, ndërkohë që fiton lëvizja në zgjedhje kombëtare, fiton lëvizja vetëvendosje, fiton Albin Kurti. Kjo është thjesht sepse kur bëhet gara në Istok, shikohet kandidati që është atje për kryetar, që është Ilir Ferati, që është djali Fadil Feratit, shokut të bashkëpunëtorit të ngushtë të presidentit Rugova, njeriu me autoritet, dhe ai natyrisht votohet, të shikohet si i parë në atë mes. Po kur votohet në nivel kombëtar, atëherë votohet për Albin Kurtin ose për Lumir Abdigjikun. Dhe për një pjesë të madhe të votuesve atje që i takojnë ideologjikisht Ibrahim Rrugovës dhe partisë të tij, atyre më shumë ju shembullen si pasardhës të Ibrahim Rrugovës Albin Kurti se sa Lumir Abdigjiku. Dhe prandaj një pjesë të tyre, po flas, e votojnë Albin Kurtin dhe jo Lumir Abdigjikun. Problemi i LDK-s është mungesa e liderit, një liderit të fortë, një liderit karizmatik, të guximshëm, të cilën pas vdekjes së Ibrahim Rrugovës asnjëherë LDK-ja nuk e pati. Dhe ajo lëngon për ta patur, përndryshe partia është Partia Nacionaliste në Kosovë, është vetmja parti mirëfilli kështu kosovare, dhe natyrisht që nuk është interesi i Kosovës që një parti e tillë të shuhet. Ajo pret një lider, ta ketë një lider tamam, dhe besoj që do të mund të herë kur do të mund të rritet. Nexhmedin, falenderoj që ishe në këtë pjesë të parë. Natën e mirë. Një hapësirë të shkurtër publicitare dhe do të rikthehemi sërish për të folur sërish për zgjedhjet në Kosovë. Çfarë pritet të ndodhë pas ditës së djeshme ku patëm një fitore të jashtëzakonshme të Albin Kurtit dhe vetëvendosjes. Publicitet. Duke marrë përgjegjësinë që më takon, si kryetar do të rras më njëherë kuvendin e lidhjes demokratike të Kosovës dhe para ti do të shpalosi e shfrytojmë të gjitha çështjet përfshirë dhe përgjegjësinë time që mbaj unë si kryetar i kësaj shtëpie të demokracisë. Ja ju lutem lidhni me Kreshnikun, me Kreshnik Spajun. Kreshnik, si e komenton këtë deklarat të zotit Abdigjiku, por shkon drejt dorëheqjes apo është një taktike si ajo e zotit Lulzim Basha që kemi parë që pas humbjes thriste një kongres dhe në kongres thoshte që lufta tani sapo ka filluar? Praktikisht Lumir Abdigjiku dhe Bedri Hamza duhet kishin dhënë dorëheqje. Çdo qëndrim i tyre në të dy partitë përkatëse do të çojë drejt një agonie dhe drejt shpërbërjes së këtyre partive duke e forcuar vetëvendosjen në pushtet. Ata humbën një shans historik. Mos harrojmë që opozita në këto 10 muaj kishte mundësinë për të krijuar një qeveri me minoritetet jo serbe dhe luanin ndryshe. Kompleksiteti i PDK-s për të mos u bashkuar me LDK-n dhe anasjelltas, kryesisht kompleksi që kishte Abdigjiku për këtë problem, e solli në këtë ditë që ishte. Se çfarë do prodhonte një rezultat i djeshëm më shumë se ai i shkurtit. LDK-ja nuk do fitonte dot 51% të votave, automatikisht do kishte përsëri nevojë për koalicion dhe është ende e pakuptueshme lojën e kujt ka bërë Lumir Abdigjiku. Në rastin më të mirë, ai është shumë i paaftë. Nga ana tjetër, Abdigjiku ka një firë të jashtëzakonshme në diasporë, janë inekzistent. Vetëvendosja ka fituar një terren të jashtëzakonshëm, jo vetëm me votat që janë nëpër ambasada, apo me votat me postë të tjera, por arrin të organizojë chartera dhe avion, flukse emigrantësh të organizuar që përveç votave të tyre personale, angazhojnë dhe fisin e tyre në Kosovë. Pra, degët e vetëvendosjes në gjithë diasporën
janë promotori kryesor i fitoreve të vetëvendosjes. Duke nxjerrë jashtë lojës, sepse çfarë ndodh? LDK-ja ende mbahet me reminiscencat e Ibrahim Rrugovës, por në fakt janë shumë larg, janë disa shkallë poshtë Ibrahim Rrugovës dhe nuk e afrohen fare leadershipit karizmatik të Rrugovës. E dyta, për sa i përket PDK-s dhe AAK-s, të dyja mbahen me mitin e UÇK-s dhe harrojnë që është një brez i cili nuk e ka jetuar luftën. Është një brez i cili në Kosovë shikon si çlirimtar apo si shpëtimtar Albin Kurtin. Albini ka krijuar në trashëgimia e UÇK-s është përndarë në mënyrë të njëtrajtshme tek edhe partitë e tjera. Shiko, ka ndodhur dy fenomene. Xhepselimin. Ka ndodhur dy fenomene. AAK-ja ka Haradinajt. Ilir, ka ndodhur dy fenomene. Në diasporë kanë bindur gjithë diasporën që me parat e 3% të qeverisjes në emigracion të LDK-s është abuzuar dhe është vjedhur. Dhe ka shumë të cilët janë të lodhur nga LDK-ja. Nga ana tjetër, Albin Kurti ka arritur të denigrojë tërësisht figurat e diskredituara dhe të korruptuara të komandantëve të UÇK-s, të cilët morën poste, morën licenca, morën koncesione dhe u korruptuan ndër vite. Dhe ajo të cilën ata përpiqen me luftën e bërë përpara 25 vitesh përsëri të marrin votën, shpeshherë bën efektin e gabuar. Dhe në këtë kontekst, Albin Kurti ka kapur po t'i vësh re, edhe mitingjet e këtyre pro Hashimit dhe UÇK-s kanë mbetur me pleq fatkeqësisht, sepse mundohen mbahen me thonjë tek një kaos e kaluar. Sikur të mbahesh tani me luftën e 44-s. Kjo është historia. Tani shkoj ajo. Ky ka bërë një trill të jashtëzakonshëm. Ky ka krijuar perceptimin e një lufte në veri, të cilën po mos ishte Albini, Kosova do ndahej. Dhe harrojnë të thonë që garanti i kësaj është SBA-ja, fatkeqësisht janë bindur një pjesë e elektoratit në Kosovë, që shpëtimtari është Albin Kurti. Dhe çfarë ndodh? Askush nuk është i ndërgjegjshëm që dhe Ukraina po mos jetë SBA e humbet sovranitetin e vet, që prodhonte bomba bërthamore, jo Kosova. Por pavarësisht kësaj, dhe ka dhe një problem tjetër. Diaspora është e etur për sovranitet, sepse diaspora shpeshherë ndjehet e diskriminuar aty ku është dhe nuk ka kompleksitetin ndaj të huajve. Ndërsa në Kosovë shpeshherë janë më të kompleksuar ndaj mesazheve të ndërkombëtarëve. Dhe përveç të tjerave, Ilir, duhet thënë dhe një gjë. Pavarësisht përplasjeve të Albin Kurtit me SBA-n dhe BE-n, të cilat i kanë sjellë një dëm dhe vonesë Kosovës në integrim, opozita nuk arriti të bëhet një garant dhe alat partner serioz që të jepte garanci ndërkombëtarëve, që do krijonin stabilitet dhe do ishin partner më luajal dhe më serioz se Albin Kurti. Çfarë do të bënte më tepër se kaq opozita? Opozita në kohën kur Albin Kurti po shtrinte sovranitetin, edhe duke pasur përplasje diplomatike me fuqit perëndimore, këta heshnin, në vend të mbështesnin Albin Kurtin, i thoshin do po na prish me perëndimin, çka dëshmoj se shkuam sërish në pikën që ishim para pak viteve. Do unë që sankcionet u hoqën, partneriteti me SBA-n u rikthye, ndërkohë që veriu tashmë është në kontroll, siç dëshmoi edhe pak më parë Nezmedini. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë treguar në çdo cep planetit që rreth parë bëhen më të fortë. Bëhen me atë që krijon stabilitet, bëhen gjithmonë me fitues. Kryesisht. Dhe patën 10 muaj kohë për të krijuar qeverisje dhe ishin të paaftë për të krijuar shtet, për të krijuar një koalicion qeverisës për të garantuar stabilitetin. Atëherë kur nuk tregon forcën vitale dhe dinamizmin për shtet formim, atëherë si do japësh garanci Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Dhe mos harrojmë, Albini përfitoi edhe nga një qëndrim i shtëpisë bardhë dhe i departamentit të shtetit, i cili po mbahet në të gjithë Europën dhe planetin që nuk ndërhyr në zgjedhje. Ajo që u bën në Shqipëri, u bë në Kosovë. SBA nuk ka ndërhyr dhe nuk ka vënë mesazhe as pas zgjedhjeve. Pra, në një farë mënyrë ka një lloj indiferentizmi. As në Shqipëri, as në Kosovë, as në Serbi nuk kanë ambasador. Pra, ka një lloj qëndrimi pavarësisht të atij ligjit të Kongresit për gjithsesi, nëse nuk kanë komentuar zgjedhjet dhe përshëndetur fituesin,
Kosovën janë duke e furnizuar dhe me armatim të rëndë. Pa tjetër, po nuk furnizojnë Albinë. Jo, absolutisht jo. Absolutisht jo. Tani ti mos i ngatrojmë gjëra. Kosovën thash. Po, kështu që ata janë të qartë në pozicionin që kanë për mbështetja për Shqipërinë dhe Kosovën, nuk do të thotë mbështetje për Edi Ramën dhe Albin Kurti. Ti ndajmë gjëra. Do të thënë, në një farë mënyrë janë të parëndësishëm për Shëblan, qeverisi, socialistët. Ajo që unë shikoj me trishtim është shkatrimi të djathtës në Kosovë, ashtu si dhe në Shqipëri. Pra, rënimi i opozitës do jetë me pasoja afatgjatë. Dhe shpesh herë partneriteti me Albinin, duan apo s'duan, do të jetë i detyrueshëm edhe për Shqipërinë, edhe për ndërkombëtarët dhe për çdo kënd, sepse po do shkohet drejt një partie shtet atje. Okej. Deklaratën e Abdi Xhikut, si e komenton? Do jap dorëheqjen apo sigurisht do të jetë i detyruar të japi dorëheqjen. Gjykoj se nëse do ta zgjasë kohën e dhënies së dorëheqjes, do ta dëmtoj sërishmi më shumë lidhjen demokratike të Kosovës, sepse do të vazhdojnë diskutimet rreth dështimit të lidhjes demokratike dhe nuk do të ketë një ridimensionim të diskutimeve për pasuesin e tij, sepse nëse do zgjidhet shpejt dikush tjetër, atëherë publiku do merret me kryetarin e ri dhe me përpjekjet për reformim dhe për të forcuar partinë. Në lidhjen demokratike të Kosovës vërej që ka element vërtet të rëndësishëm të cilët dhe të aftë për ta drejtuar lidhjen demokratike të Kosovës. Abdi Xhiku duket që është një i ri i cili është ndryshe nga leadershipi më parshëm, por fatkeqësisht është indikuar ashtu si edhe në Partinë Demokratike nga leadershipi i vjetër, dhe unë mendoj se nëse jepet dorëheqje, duhet të japi dorëheqje e tërë kryesia e lidhjes demokratike të Kosovës. Shikon në një figurë, kush nuk jetë pasuesi aty? Pa diskutim, për shembull, Faton Bislimi për mua është një nga figurat më të balancuara, më të ekuilibruara dhe më të afta për të drejtuar. Zgjedhjet e fundit nuk që as deputet. E kanë anashkaluar tërësisht. Të gjithë ata që sfidojnë në lidhjen demokratike të Kosovës, të gjithë ata ose heshten, ose lihen në një anë, ose përzihen nga lidhja demokratike të Kosovës. Prandaj është këtu ku është. Dhe nëse do të ishte e hapur, vërtet si duhet, Faton Bislimi është një person i cili ka lidhjet më të ngushta në gjithë spektrin politik të Kosovës me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Duam të kemi miqësi me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Duam të mbajmë lidhjet dhe të forcojmë me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Vendos njeriu që është adapt për atë punë. Ta zënë, anëtarët e lidhjes demokratike mund ta njohin shumë më mirë se unë dhe ndoshta po flas pa argumente të shumta, por unë e shikoj si një figurë të mundshme. Por ka edhe figurat e tjera. Së dyti, mendoj që lidhja demokratike e Kosovës u ndëshkua edhe për një arsye. Nuk pranoj të shkoj në bisedime për të formuar qeverinë me vetëvendosin. Nuk është problemi a duhet qeveriste me vetëvendosin. Nuk ndodh në vende demokratike që pas zgjedhjeve të refuzosh bisedimet. Ti do të çosh ofertën tënde. Do të çosh programin tënd, pikpamjet e tua. Refuzuan dhe të uleshin për të takuar. Refuzuan të uleshin për të takuar, për të biseduar për bashkëqeverisje. Sepse ideja që Abdi Xhiku o unë kryeministër o... Ai kërkonte o unë kryeministër o ndryshe nuk bisedoj. Atëherë, që këtu publiku në Kosovë, elektorati në Kosovë krijoi idenë që kemi të bëjmë me një kurth, me një komplot dhe jo me një qëndrim i cili është i natyrshëm në bashkëpunimin e partive politike. Ullu në tavolinë, bisedo. Nuk të jepen ato benefite ose ato ide, nuk të zbatohen idetë e tua. Do të ishte një mrekulli, një koalicion i vetëvendosis dhe lidhjes demokratike edhe për të shpërbërë atë idenë se Kurti është marksist ose është i majt, sepse lidhja demokratike është e djathtë. Dhe përpasoj programi i qeverisës do të vinte në një ekuilibër pa diskutueshëm. Do të thotë që do t'i përmbajë të gjitha parimet dhe rregullave të demokracisë, të ekonomisë tregut dhe gjithçka e tjetër, të iniciativës lirë dhe gjithçka e tjetër çfarë përmban demokracia në një vend të caktuar. Përpasoj do të ishte një bashkëqeverisje, do të thosha unë, shumë e suksesshme, nëse s'do të kishte
intriga si shpati në qeverisje një vjeqare kur të tha që ishte president. Kur ministri i brendshëm ngrihet dhe thot unë jam me presidentin dhe kundër kryeministrit. Nuk mundet. Nuk mundet. Domethënë veprimet që ka bërë Lidhja Demokratike e Kosovës janë veprime vërtet për të ndënuar dhe ndëshkuar dhe Se batuta e Kurtit atëre ti nuk mundesh, po mundesh. Po, ti nuk mundesh, po edhe mundesh, edhe unë nuk e kam shumë. Do unë që po guxove, do unë të dalësh kundër linjës qeverisë, dorëzon çelsa. Po sigurisht, antari i qeverisë duhet të jetë në linjë me qeverinë, po s'e në linjë me qeverisë mund të jesh antari i qeverisë, është krejt normale. Në gjithë botën funksionon kështu. Kush është kundër ikën. Edhe kaq është historia, s'ka më tej. Kjo pra është ajo që them që duhet të ndërmerret në Lidhjen Demokratike të Kosovës. Sa i përket Partisë Demokratike të Kosovës është shpejt të flitet për Bedri Hamzën. Sepse një muaj ka që mori. Sepse është shumë shpejt. Deklaratat e tij janë vërtet për të përshëndetur. Ka pikpamje të marrëdhënieve demokratike dhe liberale me forcat e tjera, qofshin këto dhe kundërshtare. Por kam frikë se komandantët ato çfarë u diskutuan, komandantët si Lushtaku e të tjerë e mbajnë akoma peng. Mos harrojmë se në politik, në Ballkanin Perëndimor sidomos, po edhe në vende të tjera, synohet kontrolli i gjithë spektrit politik. Brenda një partije është dikush që kontrollon edhe kryetarin e partisë kur kryetari i partisë zgjidhet me vullnetin e një grupimi ose një klani të caktuar. Në Partinë Demokratike ekziston ky klan. Në Lidhjen Demokratike sikur është përbërë disi, por sërishmi nën kryetaret e përhershëm të saj imponojnë politikat e kryetarit e kështu me radhë. Nëse Lidhja Demokratike dhe Partia Demokratike çlirohet nga këto vargoj do t'i quaja të së vjetës dhe reformohen seriozisht, këto dy parti kanë shanse që së bashku në zgjedhjet pas 4 vjetësh, nuk e di se kur, të formojnë shumicën parlamentare. Kanë mundësi. Megjithëse shumicën parlamentare në Kosovë pengon shumë fakti që 20 vende janë të rezervuara. Se po të mos ishin 20 vendet e rezervuara, edhe në zgjedhjet në 9 shkurtit, me lëvizja vetëvendosje do të ishte... Ai ishte çmimi i shpalljes pavarësisë. Ai ishte çmimi i shpalljes pavarësisë, nuk largohet, nuk hiqet, sepse është sankcionuar në kushtetut dhe është... Vetëm me pëlqimin e përfituesve mund të hiqet. Por praktikisht pengon. Dhe është një nga shkaqet e krijimit të këtij ngërçi politik që ndodhi në 10 muaj në Kosovë. Është një nga shkaqet. Pastaj, a mund ta largojmë të shkak? Është e pamundur, paktën për momentin, është e pamundur. Qartë. Ben, a mund të jetë pengesë 2 muaj më pas apo 3 muaj më pas zgjedhja e presidentit, sepse aty duhet të jenë 80 vota. Mundet të bëhen në ndjekin politik obstruksioniste e opozita, do unë që i thot Albin Kurti, ti nuk ke më shumë se 65-66 veta, 66 vota në parlament, ne nuk të lejojmë të zgjedhësh presidentin. E shpjegoj me drejt zoti Betyç, kjo pjesa e bllokimit që bëri, sidomos LDK-ja, dhe një kryetar që e di që partia e tij ka shumë probleme, siç është LDK-ja, ju e dini që LDK-ja ka shumë rrjedha të brendshme, dhe zoti Abdigjiku nuk mundi të ngrihesh dot mbi ta. Shumë ka bërë përshtypje në... Ka rrjedha që nga LKJ-ja deri te LPK-ja. Patjetër. Po. LPK-ja është më e hershme që kam përshtypje një... Jo, më e hershme është LKJ-ja aty. Çfarë dua të them? Nuk e kanë luksin në këtë moment që ta bllokojnë zotin Kurti. Ato presin të shihin që zoti Kurti se çfarë do bëjnë në këtë orë. Keni parasysh që LDK-ja do përballet me një proces metamorfoze shumë të madhe. Kam parë zotin Veliu që ka qenë jashtëzakonisht i ashpër. Zotit Veliu është dikush që i ecën fjala ke LDK-ja për një katarsis shumë të madh. Ishte nën kryetari i LDK-s. Po. Dhe ish kryetari i komunës Podujevës. Edhe për arsyen e madhe që nuk mund të bëjnë eksperimente me pjesën të themi teknokrate të zotit Abdigjiku. Atyre u duhet të vinë pushtet. Më intereson diçka që ne duhet ta thonim diçka. Në atë pjesën... Patjetër.
në atë pjesën kirurgjike që thamë për vetëvendosin. Mos harroni që kanë bërë dhe diçka diabolike. Ministrin dhe tyrë, Zoti Morati, ju e dini që dhe njerëzit në Kosovë, Ministri Financave në detyrë, ka thënë që në qoftë se neve nuk votojme, do ketë probleme me rrogat kështu. Dhe këto janë gjëra jashtëzakonisht të ndjeshme, sidomos në një vend me statistika doli që përqindja e varfërisë është jashtëzakonisht e madhe. Dhe të gjitha këto në një farë mënyre, nuk them që janë goditje po shbrezi, po kanë treguar që vetëvendosja do të ngullet në pushtet për një kohë të gjatë. Dhe ky është problemi shumë i madh. Çka po mendoj tani për dy partitë kryesore, PDK-n dhe LDK-n. Është e vërtetë që PDK-ja me një muaj që ka zoti Hamza nuk mund të pritet ndryshim i madh. Zotit Hamza i duhet të balancojë shumë forcat brendshme dhe mbi të gjitha atë pjesë pa kënaqësish që ka brenda ke PDK-ja dhe mbi të gjitha një gjë shumë të madhe që ne po e shmangim. Cilat janë këto forca, nga kush përbëjnë këto forca? Po keni parasysh janë pasuesit e zotit Krasniqi. Janë individët e tjerë që kanë ikur, e kuptoni, janë njerëzit e zotit Veseli, janë njerëzit e zotit Thaçi. Janë gjithë njerëz me interesa, e kuptoni, grupime me interesa. Dhe në këtë moment, duke pritur realisht, ju dhash një cak që për një muaj në Kosovë duhet të precizohen realisht forcat që do futen në votim për presidentin, ata do presin ofertat e zotit Kurti. Dhe ndryshe nga LDK-ja, që me qa shikoj nuk ka se çfarë të ofroj, PDK-ja ka se çfarë të ofroj. Ka se çfarë të ofroj për arsyen e vetme që zoti Hamza në të gjithë procesin i ka hequr vijat e kuqe dhe ka qenë shumë i kujdesshëm të shofër bashkëpunim dhe tjera. Po, kishte një deklaratë sot, një konferencë shtypje. E para i duhet që të ngullet atje dhe ju e dini, do më thënë, forca gjithmonë është ajo që respektohet. Autoriteti është ajo që të bën që ti të ndiqesh dhe njerëzit duan të vinë pushtet, nuk mund të shkojnë më me narracione. Ndërkohë që narrativa e luftës ka marrë goditje shumë të mëdha, sepse keni parasysh për hir të njerëzve që janë Hag, është sakrifikuar shumë miti i UÇK-s, qoftë për shkak të organizimit, qoftë për shkak të mënyrës se si është vepruar e tjera e tjera. Dhe gjitha këto janë në favor të zotit Hamza për t'i dhënë një frym tjetër forcës tij politike. Për sa i përket programit, e ka provuar zoti Abdullah Hoti që arrihet aliazhi i programit. Domethënë e shpjegoi ai kur ishte, por në këtë rast ne po flasim për PDK-n, nuk po flasim për LDK-n. PDK-ja duke shkuar nga e majta në të djathtë e ka më lehtë që të bashkëpunoj me vetëvendosjen. E para që do i marri shumë nga narrativa nacionaliste që përdor, po e dyta, zoti Hamza ndryshe nga njerëzit e vetëvendosjes ka logjikën e shtetit, sepse ka prekur gjithë instancat. Ka qenë guvernatori i bankës, guvernator banke, ministër finance, kryetar komune i Mitrovicës Jugut, domethënë e njeh gjithë arkitekturën e shtetit të Kosovës. Dhe mos u xhutisni që teka i Van Bodaj. Po, s'është njësoj kam përshtypjen. Nuk është shumë njësoj, besoj, sepse zoti Bode ka qëndruar gjithmonë hije, kurse Hamza të paktën u përpoq që të ishte protagonist. Dhe në orët në vazhdim, mua më ka pëlqyer të paktën dhe reagimi i zotit Kurti që nuk e teproi, duket që vetëvendosja do jetë shumë e kujdesshme, sepse është partia që tregoi ndryshe nga partitë e tjera, eliminoi skizmën e madhe që pati të Dardanit me Aidën e tjerë, dhe është parti shumë monolite. Partinë Social-Demokrate, e cila sërish nuk mori pjesë në zgjedhje. Absolutisht, kishim fuqi, se përballonin dot këtë. Realisht, do më pëlqente që narrative Benit realizoj në një koalicion për një qeverisje e vërtet të mirë të Kosovës, ku të kishe një stabilitet qeverisës, një mbarje përgjegjësie për të ballafaquar edhe me sfidat që do vinë në të ardhmen, sepse Kosova do ketë më shumë sfida se sa beneficione në këto 4 vite që vinë.
dhe absolutisht pajtohem me gjithë profilin për Bedri Hamzën, për kontributin, por unë mendoj se Albin Kurti që në 9 shkurt, kur nuk e mori majorancën absolute, e projektoj gjithë këtë situatë për të ardhur këtu të ky rezultat që ne shohim sot. Sepse ai nuk do që të ketë një partner në qeverisje. Po ta donte një partner në qeverisje, edhe gjatë periudhës së verës, ku ishin ajo situata teatrale, politike, mund ta gjende një nga partnerët. Por ai nuk e kishte asnjëherë seriozisht, por pajtohem po ashtu me atë çfarë u tha më parë nga Beni dhe nga profesori që edhe opozita nuk ishte serioze në konceptin e saj. Pra, opozita nuk u ul një ditë seriozisht për të bërë një hap mbrapa në ambicjet personale dhe për të vënë para Kosovën. Pra, ata thanë vijat e kuqe i kishin personale, nuk i kishin konceptuale, parimore. Dhe morën atë që merituan. Pra, morën një humbje shumë të madhe. Albin Kurti sot është në kushtet që e ka të garantuar një qeverisje të vetën. Pra, ka dashur të qeverisi vetë, të mbajë përgjegjësi vetë dhe do të qeverisi vetë. Në mars do t'i ketë 80 vota në sallë për të votohet? Ja, do vi këtu. Dhe unë këtu kryoj një paralele me atë që bëri Zoti Rama kur tha ma largoni LSI-n nga preri. Nuk duam një parti tjetër në prerë, nuk mund të mbajmë tjetër në prerë. Dhe duam të qeverisim vetëm. Dhe njerëzit u motivuan, e majta u motivua pikërisht për këtë që, tha, t'ja heqim ta sepse kjo vërtet mund ta ketë penguar. Edhe i motivoj, jo vetëm e motivuan. Dhe tani... Ishte dhe sistemi zgjedhor, dhe kontekstin ndryshme politik. Tani jemi në kushtet që Albin Kurti nuk ja ka nevojën as LDK-s, as PDK-s, as gjë. Madje është shumë interesuar që ato parti të futen në një krizë reformimi dhe të merren me veten e tyre më shumë se të merren me kualitetin e qeverisës. Dhe lidhur me presidentin, mendoj se ai e shfrytëzoi në mënyrën absolute dhe të mjaftueshme Vjosa Osmanin si figurë që e dëmtoi LDK-n, e përqau LDK-n, i solli dhe vota, i solli dhe mbështetje ndërkombëtare tani së fundi, por tani nuk i duhet më. Dhe përflitet në Prishtinë, nuk e di sa pajtohet profesor Bytyqi, po përflitet në emra shumë interesant për president Kosovës. Shefi i shtabit nga familja Jashari, përmendet Harri Baraktari, përmenden personalitete që vërtet mund të votohen në parlament edhe nga partitë e tjera, sepse nuk kanë çfarë thonë, se kanë qenë të afruar me këto personalitete. Dhe unë jam i sigurt që Albin Kurti do ta tejkalojë këtë situatë duke e detyruar indirekt opozitën të marrë pjesë, sepse në fundit opozita e çfarë? Nuk ka më zgjedhje lokale, Ilir, nuk ka më zgjedhje lokale që thonë do ta tregojmë ne ty pas një viti apo pas 6 muaj. Tani loja mbaroi. Tani opozita i harxhoi fisheket e vet. Tani edhe kjo dorëheqja apo zgjedhja e liderit të ri të LDK-s nuk ka nevojë më edhe për ndonjë emergjencë të madhe, ja 2 sekonda, sepse në fundit ja zgjodhen ata mas një jave, mas një muaj. Zgjedhjet mbaruan, nuk ka më çfarë të ndryshojë LDK-ja. Tani problemi është që fjalën kryesore, dhe unë e thash edhe diku tjetër, që personazhi i vitit, njeriu i vitit në Kosovë është Albin Kurti për këtë vit. Por edhe për vitin që vjen, sepse ai është lojtari kryesor dhe ai ka edhe gurin edhe arrën. Pra, ka deputetët, ka mbështetjen maksimale dhe opozita nuk do të gjejë dot justifikim për të që ne nuk do marrim më pjesë në këtë parlament. Pse? Zgjedhjet i kanë njohur. Për çfarë arsye nuk do ta bëjnë quorumin? Quorumi do jetë aty, sigurt do të jetë quorumi. Do shkojnë aty si Çeço, sepse nuk kanë arsye më për të refuzuar, sepse e provuan. Dhe në sytë e qytetarëve të Kosovës, mos harrojmë, kanë humbur shumë pikë, shumë kredibilitet me qasjen fëminore, duke thënë, ja, pa ne nuk po shkojmë me votu këte, nuk po shkojmë me votu këte. Të garantoj që kanë patur shumë hapësirë për ta vënë në situatë vështirë Albinin. Por asnjëherë nuk pan interesat e Kosovës para interesave të tyre. Ata mund ta votonin fare mirë atë kryetarin e kuvendit edhe ta rrëzonin me vota Albinin. Mund ta votonin atë ish kryetarin e kuvendit Glau Konjuc. Mund ta votonin për kryeministër, çfarë do thonte Albini? Pra nuk bën asnjë lloj veprimi për ta djersitur Albinin fare. Madje do ishte një diversion fantastik, do krijonte një duopol në partinë e pushtetit. Minimalisht nuk do kishim zgjedhje në mes dimrit. Nuk do e jepshin dhuratë Albinit që të vinte diaspora të jepte në mes të dimrit votat. Pra, përfundimisht
Lidershipi i opozitës mori atë që mori dhe bëri një gabim shumë të madh ky Bedri Hamza, sepse ishte kandidat për kryeministër i PDK-s, performoi shumë mirë në fushatën e shkurtit, por në momentin që humbi, shkputi të gjitha kontaktet me elektoratin. Kjo tregon një dobësi të personalitetit politik. Ai në qoftë se do të kishte vazhduar kontaktet në kontinuitet me elektoratin, do të kishte biseduar me elektoratin, jo vetëm që do merrte më shumë vota, por do kishte kredibilitetin edhe për të pretenduar një lidership të fortë. Nuk është një leadership të fortë. Se Memli do ja dorëshin dhe ai do bëj. Si? Nuk e din. Llogaritë tot. Po jo, a ti ngeli Nuk e dinte që do jepte apo do induktonin tip të dorëqen, se janë dy çështje të ndryshme. Ati ngeli patatja në dorë dhe të garantoj që edhe ai ka për t'ja kalu këtë patate dikujt tjetër. Përshtypje kam unë. Kurse përfundimisht edhe fjali e fundit, Lumir Abdigjiku, në qoftë se do t'ja donte të mirë LDK-s, në momentin që humbi në zgjedhje lokale, ku realisht ai humbi, Leça fitoi Fitoi Prishtinën. Por nuk e fitoi ai, e fitoi përparim Rama tani. Ai nuk e lexoi realisht votën. Tani kemi politikanë që nuk ulen me këmbë në tokë, edhe këtu në Shqipëri edhe aty në Kosovë. Votot i fituan njerëzit lokal, i fitoi përparim Rama, i fitoi tjetër. Abdigjiku nuk fitoi. Në Prishtinë votat jo i fitoi përparim Rama, i humbi Albin Kurti. Sepse mori dikë nga Prizreni dhe marroi filmin se tu. Pra nuk fitoi ky Lumiri dhe Lumiri nuk solli asgjë të re në Lidhjen Demokratike të Kosovës. Dhe tani Lidhja Demokratike e Kosovës do të hyjë e para një proces reflektimi, duhet të shofi se kush është personi që do ta bashkojë Lidhjen Demokratike, pra duhet të vizatoj identitetin e personit që çfarë lideri do Lidhja Demokratike e Kosovës. Nuk është puna këtu se ky person ka lidhje me Amerikën, me gjithë respektin që kam për Fatonin, apo për Abdullah Hotin, apo për tjerë. Lidhja Demokratike mendoj që brenda saj, por edhe në diasporë, ka personalitet. U Krugova mund të jetë një figurë. Nuk besoj, është do jetë shumë i atakueshëm. Nuk, unë do isha për Lidhjen Demokratike, dorën dhe ai me çantë kambisti dhe ai. Unë do të isha për një figurë personazhi nga jashtë. Më shumë një figurë nga diaspora, e cila ka dhënë për Lidhjen Demokratike, që nuk është implikuar në korrupsion në këto marifetet lokale dhe që rrezaton një ardhmëri dhe një pajtueshmëri nga brenda gjithë faktorëve. Sepse cili do faktorë, dhe përmendi profesor Bytyqi, qoftë grupi Llapit, apo grupi tjetër, kanë fuqi, por nuk arrin do të krijojnë kohezion dhe të bashkohen. Aty duhet një figurë që t'i bashkojë të gjithë. Pra jemi duke diskutuar me terma feudal. Kush është, do në duhet një beslidhje lezhës. Lidhja Demokratike duhet krijojë një mundësi të gjej një Skënderbej që të mbledhë gjithë feudalët. Po ja Ermari dhe pastaj ty. Vetëm diçka shkurtimisht. Ka diçka. Përparim Rama për arsye që fitoi Prishtinën, tash më duket sikur është më i avantazhuar edhe për shkak se siç e dini dhe në histori Napoleoni thoshte Mzioni kur të ketë trazira në Paris, për rëndësinë që ka kryeqyteti i një vendit edhe për konceptet politike, ekonomike apo kulturore. Por unë mendoj të paktën edhe në gjuhën dhe në dëshifrimin që i bëra zotit Abdigjiku, mendoj që zoti Abdigjiku nuk do të shkojë drejt dorëheqjes. Dhe mendoj që kryesia apo edhe këshilli që ata do të mbledhin, do ta besojnë përsëri. A është i dur i zoti Abdigjiku në këtë qasje? Rezultatet deri në këto momente tregojnë që ai nuk ka arritur dot për shkak jo vetëm të sipëroj vetveten, ai ka treguar një pamje qytetare, ka treguar një kostum që i duhet LDK-s, por a do duhet të ketë diçka më shumë se nuk mjafton vetëm çuni mirë në politik. A do duhet zbresti në terren. Në anën tjetër ka edhe diçka për PDK-n dhe për zotin Bedri Hamza. Edhe në këtë fushat, në fakt edhe pse kaloi në nëheshtje, pati një të paktën simbolike ishte ajo, një përplasje me zotin Lushtaku, i cili në akuzat e ndërsjellta që kishte me një prej kandidatëve të vetëvendosjes, arriti që në një tubim para zotit Bedri Hamza, kryetarit të PDK-s, ta lëshonte gjuhën dhe tha unë e di që kjo nuk i pëlqen kryetarit, por unë tha Zagar dhe Zagaricat po ne të tillë jemi. Kjo do të jetë sfida më e madhe zotit Hamza, sepse duke qenë se
disa individa, disa personalitete të cilët për shkak të konteksteve të luftës kanë arritur një atribut edhe në opinionin publik, por edhe në marrëdhëniet personale, do t'jetë shumë e vështirë që Zoti Hamza t'i thyej. Dhe kjo është një prej arsyeve që pse Zoti Kurti sot mbretëron se nëse ne flasim në terma të një dinjiteti shtetëror, Zoti Kurti nuk ka sjell asnjë investim. Vjosa Osmanin e shikon me një mandat të dytë? Unë realisht mendoj që po, vetë gjithë fuqia që do të bëjë Zoti Kurti, për shkak se i ndihet borxhli, sepse vetë zonja Osmani ka qenë si balancuese kur vetë Zoti Kurti hyri në këtë betejë dhe përdorte tezat sovrane, ju e dini shumë mirë që vetë zota Vjosa Osmani ishte edhe në një kamp ushtarak aty. Bënte policinë e mirë. Pra, zonja Osmani fikse, thatë që polici mirë ishte zonja Osmani, polici keq ishte Zoti Kurti, por edhe për shkak që Zoti Trump edhe në Francë e afroi, por gjithashtu pati një qasje në diplomaci, kështu që në këtë moment unë mendoj që zonja Osmani ka të gjitha aksese dhe të gjitha pikët e mundshme për të... Tjetër gjë është duhet dhe tjetër është gjë do jetë. Do jetë e vendos vetë Zoti Kurti, por në optikën time se mund ndodhi dhe që mund të ketë një thik pas shpine. Edhe unë jam në një mendje me kolegun. Ka një plus për Zotin Abdigjiku që individi i cili mund të jepte një frym ndryshe LDK Zoti Rama e ka përjashtuar, duket ambicia e Zotit Rama vazhdon të jetë për Prishtinën dhe pastaj ko më vonë të ketë ose jo qasje përsa i përket politikës. Me qa kuptoj edhe i ka një lloj deziluzioni për Kosovën, se ka lënë Britanin për Kosovën dhe të paktën ajo që vuajti për mandatin e dytë me punën që bëri dhe që nuk bëri, tregoj që është një energji që shumë merë në trevat shqiptare jepet kot, ndërkohë që ai ka angazhime profesionale, angazhime karriere që mund të bëj shumë mirë atje ku është. Por duhet kemi parasysh diçka. Ajo që po ndodh në Shqipëri me apatinë e publikut, ajo po kap në një stat tjetër Kosovën, dhe ajo po kap dhe vende shumë të zhvilluar se Shqipëria dhe Kosovën. Dhe ky është problemi tani që as Zoti Hamza, as një dedikit i ri i LDK-s, edhe unë besoj që duhet shumë e vështirë për Zotin Abdigjiku të hapi dorëheqjen, sepse një individ, një lider real, e jep që në momentet e para kur lexon, thotë, unë nuk mund të vazhdoj më. Kongresin, ku vendin ai dhe nga salla do i thonë si do na lësh ti, ne pa ty, vetëm ti. Lutem. Ju e kuptoni, besoj nga përvoja e gjatë që një individ i cili e kupton që nuk mund të çojë përpara një projekt, në momentin që merr rezultatin, është gjëja më e mirë dhe e bëri diçka të tillë. Besoj tani pret fjalën e njerëzve që ai u beson. Por problemi është ky që unë mendoj, ajo që po na ndodh në Shqipëri, ajo po ndodh në Kosovë, ajo po ndodh në Ungari, ajo po ndodh edhe në Serbi, që publiku ka një apati të jashtëzakonshme përsa i përket zgjedhjeve. Apati në Serbi? Po, jo tani, të lutem, jo tani. Gjatë gjithë këtij viti doon është Serbia ka qenë shembulli se ne themi këtu doon që është opozita e keqe, e reja nuk po ngrihet, e vjetra nuk po rrëzohet, mi po nuk po ngrihen dhe njerëz, e njëjta opozitë është ndoshta edhe më keq në Serbi. Por aty do ngrihen studentët, ngrihen sindikatat, ngrihen. Tje ke këtu, unë e kam parë në terren atje. Është apati sepse pjesa më e madhe e publikut tashmë është kthyer kundër tyre. Ashtu siç është kthyer dhe kundër Vučić, dhe kjo është apatia kur ti nuk di çfarë të bësh përpara zgjedhjeve të pamundura. Kjo po na ndodh në Shqipëri. Ti ke zgjedhje të pamundura. Dhe kjo po kap edhe Kosovën. Menjëherë u friksuan nga ajo që tha Ministri i Financave, menjëherë vendosin për gjëra që mund të ishin më finë, domethënë ta ndalnin më kështu pjesën e votës tyre. Kjo po ndodh në Ungari, kjo po ndodh në Çeki. Dhe ky është problem tashmë për gjithë Europën. Dhe këtu tani po futet një ide shumë interesante që e ardhmja nuk do jetë më për partitë, sepse ne folëm për ideologjitë, po edhe partitë po e braktisin ideologjinë. E ardhmja duket që do jetë ke lëvizjet qytetare.
dhe unë uroj të paktën që fillimisht ta bëj Shqipëria, sepse nuk mund të vazhdohet kështu në zotin Rama, dhe të vazhdoj dhe Kosova në të ardhmen dhe vendet tjera, në qoftë se do ketë një mjedis paqe, se me çfarë shikohet, bota po shkon gjithmonë më shumë para të papritur. Po Kosova na mësoi në këto zgjedhje që publiku realisht duhet emancipuar. Neve kemi marrë nga rekomandime direkte që na ka bërë OSBE Odiri, po nuk u emancipua publiku që voton. Këto zgjedhjet që bëj plenë, domethënë, ndërmjet liderëve, janë shumë empirike nga jashtë, sepse llogaritet të kesh atë masë të madhe të varfërish, ose në Shqipëri për shembull, ju e dini statistikën që është identifikuar 42.1% e popullsisë janë prag varfërie dhe ata votojnë përsëri të njëjtin. Kjo tregon që diçka nuk shkon. Kosovë e njëjta gjë, me të njëjtën kështu, plus referimi arsimor e parafundit në Europë. E kuptoni tani që ka diçka që edhe liderët, sado që ne marrim në analizë, nuk mund ta njohësh më sjelljen e publikut, se janë futur variabla të tjerë në gjithë këtë lloj matrice. Por demokracia të bën, më fal, kjo është e fundit, demokracia të bën që në qoftë se je i pastër, në qoftë se afrohesh të paktën me qëllime drejta, mund krijosh dhe komunitete më të mëdha. Mendoj se do ta vazhdoj pak idenë e Benit. Mendoj se Kosova ka specifika tjera nga Hungaria, nga Shqipëria, nga Serbia, nga Çekia, nga Slovakia. Kthehemi tek zgjedhjet Kosovë. Është harruar presioni ndërkombëtar për asociacionin, krijimi i asociacionit që e bëni në kuadrin e tërheqjes së Serbisë në Aleancën Perëndimore, largimin e saj nga Serbia. Mendoj se nuk është harruar, por është anashkaluar. Është anashkaluar, më duket se edhe nga vetë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kam parasysh letrën që presidenti Trump i bën zonjës Osmani me rastin e festës së pavarësisë Kosovës në shkurt të vitit që po mbyllet, ku nuk flet asnjë fjalë për dialogun dhe as për asociacionin. Në atë rast flet për biznes, për marrëdhënie ekonomike, për aleancë midis të dy vendeve, por jo për dialogun dhe për këto. Së dyti, besoj dhe mendoj se çështja e Kosovës nuk do zgjidhet me dialog midis Serbisë edhe Kosovës. Tashmë bota ka hyrë në një spirale ku do të vendosin fuqitë e mëdha se çfarë do bëhet. Ekuilibrat e rinj global. Në rendin global dhe një fjali do të jetë ndoshta e domosdoshme midis të mëdhejve për Kosovën, jo më shumë se një fjali me 3 ose 4 fjalë dhe mbyllet aty historisë, siç u mbyll në Jaltë, por do të dal pak tek ajo që tham më çfarë për zgjedhjen e presidentit të ri. Unë mendoj që Vjosa Osmani do jetë kandidate e mazhorancës, për shkak se edhe lëvizja Guxo është pjesë shumë e rëndësishme e koalicionit të vetëvendosjes, me një numër jo të vogël të deputetëve të përfaqësuar, për shkak se zonja Osmani mbajti ekuilibrat dhe mos mendoni se Kurti nuk ishte interesuar për të mbajtur ekuilibrat me aleatët, ai donte ta paraqiste veten përballë publikut në Kosovë si sovran dhe të pa kompromis, por ndërkohë dëshironte që të mos vihej një kufi i pakapërcyeshëm në marrëdhëniet me aleatët, dhe këtë i asiguroi Vjosa Osmani, madje edhe duke u konfrontuar ndonjëherë me tezat e Kurtit ose me diçka, ka patur një periudhë ose dy periudhat me të cilat, por gjithsesi ato qenë me sa duket të mirë kuptuara midis tyre. Së treti, Vjosa Osmani solli 4 njohje të reja, nuk i solli qeveria Kurti, po i solli Vjosa Osmani. Së katërti, Vjosa Osmani është më e besuara në marrëdhëniet ndërkombëtare dhe me aleatët, dhe duhet të pranojmë edhe faktin se presidenti Spaku do të jetë edhe rekomandimi i aleatëve, nuk do të jetë thjesht se ju mush mendja
Albin Kurtit për zgjedhje. Ka i tërpunët bëndon një presidente dikë që ishte zëvendës drejtoreshe e policisë, doon që askush nuk ja dinte emrin, kishte edhe një emër, e ka edhe një emër pak të vështirë për ta mësuar në momentin e parë. Në këtë aspekt Dhe do të thonë nxori nga xhepi, Jackson që atëre edhe aleatët, edhe Kurti, edhe Kosova është interesuar të ketë një vazhdimsi, dhe sfundi opozita do jetë në sallë, jo vetëm se mund të rekomandojnë aleatët, po do jetë në sallë sepse nuk është e interesuar të shkojnë në një palë zgjedhje të reja, por nuk u zgjodh presidenti. Okej. Ky ishte emisioni për sot. Ju uroj të gjithëve një vit të mbar, gëzuar vitin e ri 2026 dhe rishjemi të anën tjetër. Natën e mirë.